Ti e ke me jë zmajli apo zmali? Zmali. Zmali. Zamali dhe me. Shiloja e fjalës tek një njeri i poezisë, sa e bukur që është. Po Prel, pse emri Prel? Shika, na si familje jemi, kaj fshati ima është katolik. Ma janë atë kanë ndryshua, se ka në e shumë Turqia këtu. Ka dhe me musliman sa të dur që jenë katolik. Po. Në këpëna ja. Ti në cilin fshat ke lindur Prel? Unë kam linë fshatin familor të Trajtit Pukës. Në Pukjan. Në 14 shtator 24. Si ka qenë si fshat? I bukur. Shumë fshat i bukur? Shumë bukur. Shumë natyrë? Kam shumë respekt për ta. Edhe për fshatet për poplin e ti fshati. Të merë malli, ke ko që Malli, sa të pa e vizitu? Kam 5 vjetë. Nuk më të shkoj. Pse? Pa, voj nga diabeti, kam kohënje nga spoletroza. Dhe më në shkon. Edhe fëmiri kam shpërdam. Në kam bëjt 9.000 kopat i bëjësore në rëndime. Me djes të gjapët. Pa një dhanë, për dhanë që ka sharam. Dhe mi ka këtëve zotit të në moni për smari. Po kjo është gjë shumë e mirë. Po pse lidhja jote me poezin ka që fort? Që ka, unë kam unë e gjaj, se kam avë shkollë e lartë. Dhe aja është poet. është me Vishetvikum, qytetar në eri Pukës, që të në Zmali. Dhe e këna si gënë. Unë nuk më pas marak të anidhe, së më kanë lënë. Me gjitha të ti shkruaje, pa qka se nuk të kanë lënë? Po shkruaje, po e të fali. Me imbaj aty fshet, ato shkrimet e tua. Qëndra jonë, ke bërë një poezi ti për qëndrën, një poezi për tetorin në roz, një poezi për 8 marsin, një poezi për Shën Valentinin, një poezi për stafin, një poezi për drejtoreshen ambasadorët paqes. Në erion. Dhe një poezi për nënën. Kryesisht poezit pas kanë qenë për, si shiko sa e bukur është, për një pjesë të madhe të grave të jetës tënde. Pse? Sepse qëndra kanë fakt shumë gra. Nëna është gjoja me bukur jetë. është e poza me nësurë, ma si sanë. Edhe jetë tash, ardhë. A e si nuk respekton nënën e tia, është kriminell. Unë se kam arrit me pas atë fatë kur. Atë me pas me ljoft, atë mamën asë, babën asë, motën asë, dajën asë. Po kam arrit me pas që tim që a i më arrit. Në pas që i paket cigare, e kam për e ti. Edhe i paket cigare? Në pas që i paket cigare, në zi këtir. E kam dhe për i zote për e ti. Ti me Xhaxhain ke patur lidhjen më të fort. Ja, shë zakon. A i më patet më shumë se fëmijët e vetë. Sa fëmijë kishte Xhaxhai? Ka 3 djetë i vajda. Dhe ti ishe dhe ti në jetën e ti që u kujdes. I metër atë. Ti i shkruajte një poezi nënës pa qka se nuk e njohe. Nuk e njohe nënë. Më e bukura fjala nën, që nga zemra del për herë. Veç ajo shkrin akullin e shpirtit dhe gjithçka e bën pranverë. Është e vërtetë. Dora e nënës mrekulli, gjithçka prek ajo shëron, zemra e saj është kaq e madhe, gjitha dhimbjet i duron. Se nëna i duron që të gjitha. Çdo njeri që vjen në jetë, pran gjithmonë një ëngjëll ka, për te çka ne kemi ndërruar, është nëna Dora e Zotit mëshiruar. Që pa ardhur akoma ne në jetë, dashurinë e nënës njohim ne, nëna qetësia e shpirtit, drita e jetës për çdo fole. E butë, e dashur zemër mirë, e ndjesh me ëmbël çdo nën, e fort trime sy pa trembur, si dhimbse tjeta për fëmin. Lum kush nën ka në këtë jetë, dhe çdo ditë e përqafon, por nga ata që nuk e kanë, larg nga qielli gjithmonë mbron. Madhështia e kësaj jete është gjithmonë tek fjala nën. Gjithë mrekullitë e botës, vendin të saj nuk e zën. Mua më bëri përshtypje, lum kush nën që ka në jetë, për çdo ditë e përqafon. Të ka munguar ty përqafimi i nënës? Mos më pyet fare, ka dojë në sferë tjetër. Unë kam pëton, në zemë, pikë do, të në jetën. Të dy. Që është kam arrit me një oftë. Asë, së maj me nësanë dhe që ka dhe apin e tyre. Ja. Janë të bëzë dhe nësoshëm. Ata të dy edhe e si më ka rritë.
Atëra pas këtyre,